e parë që ne ndjekim si film dokumentar që disa ta herë. Sërish të emocionohemi, janë pamje reale që ne thjesht emocionohemi duke i parë ose duke i ndjekur nga larg dhe mundohem të imagjinoj gjithë jetesën e tyre edhe pse është thjesht imagjinat, sepse është ndryshe ta jetosh në lëkurën tënde, në përditshmërinë tënde dhe gjithë ato vuajtje dhe është komplet tjetër gjë që ti ta shikosh së largme. Unë dua të bëj një falënderim për zotin Bejzan Ali Shahi, për zotin Ibrahim Kollari. Dokumentar. Dhe patjetër do të vijojmë sërish me evente të tjera në publikimin edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Tashmë do të vijojmë me programin. Unë kam deri dhe kënaqësi që këtu bashkë me ne të jenë edhe kolegët tanë, anëtarët e shoqatës Nexhat Benja. Do të ftojmë dy prej tyre, si fillim zotin Kalila Serian për të shprehur emocionet e tij. Mirëmbrëma, unë duhet folë me Gjuhërini, mami edhe Ella Perikbeni. Sepse nuk mund t'i folë shumë shqip, folë pak. دوستان عزیز، بعد از نمایش فیلم مستند آلدو قلبم پر از دلتنگی و حس نوستالژی برای سرزمین خودم یعنی ایران خیلی هر تصویر خاطراتی رو برایم یادآور میشد آدم‌ها و احساساتی رو که همیشه بخشی از روح من خواهد بود. Të nderuar miq, pas shfaqjes së këtij dokumentari, zemra ime mbush me madhe dhe nostalgji për vendin tim, Iranin. Çdo pamje më riktheu kujtime, njerëz dhe emocione që mbeten gjithmonë pjesë e shpirtit tim. من بسیار خوشحالم و برایم خیلی ارزشمند است که یک آلبانیایی مثل آقای آلبوس دولاری برای دیدن ایران بره، نه فقط از طریق خبرها بلکه از طریق فرهنگ، مردم و داستانهای واقعیشون اونجا آشنا بشه. این برای من امیدبخشه که هنر و سینما میتوانند ملت‌ها و دلها رو به هم نزدیکتر و نزدیکتر بکنند. Jam shumë i lumtur dhe i prekur që një shqiptar, Aldo Sullolari, viziton vendin tim dhe zgjedh ta njohë jo vetëm përmes lajmeve, por përmes kulturës, njerëzve dhe historive të tij të vërteta. Kjo më jep shpresë se arti dhe kinemaja mund të afrojnë popujt dhe zemrat më shumë se çdo gjë tjetër. از شما بسیار سپاسگزارم که به این جلسه اومدین امشب تو این سفر که پر از احساس و خاطره و دلتنگی همراه ما بودید. خیلی از شما متشکرم و خیلی ممنون. Faleminderit që sonte ndatë me mua këtë udhëtim emocionesh, kujtimesh dhe nostalgji.